çuditërisht, mos tepërmi janë paraqitur në nivelet e larta. Çfarë do të thotë se ne nuk mund të presim prej niveleve të larta të marrin vendime të mençura, sa ata nuk janë të përgatitur për ato pozita. Po aty kanë ardhur me ndikime politike, ata janë dajallarët, janë mixhallarët, janë dashnorët e politikanëve. E të shteti tash do dalë, ko më parë do thotë kam pasur nderin që ta realizojmë një hulumtim në fushën e burimeve njerëzore dhe përgatitjes së tyre për ofrimin e shërbimeve profesionale. Do thotë, sistemi i arsimit është një sistem në cilin punojnë nivele të ndryshme të burimeve njerëzore. Dhe ne kemi pasur, do thotë, me një hulumtuese nga Britania e Madhe, përndryshe hulumtimi është i publikuar në Derby University në Britani të Madhe, kemi pasur për detyrë të shohim se në këto nivele, do thotë, ku po paraqiten më së tepër me ato zbrastirat në përgatitjen profesionale të burimeve njerëzore. Çuditërisht, më së tepërmi janë paraqitur në nivelet e larta. Çfarë do të thotë se ne nuk mund të presim prej niveleve të larta të marrin vendime të mençura, sa ata nuk janë të përgatitur për ato pozita, lutem. Por ne kemi pasur debate të pafundme me kolegën time, sepse këto rezultate nuk përkonin asnjëherë me gjitha shtetet tjera ku ajo kishte qenë në studime të tilla. Edhe thoshte, nuk mund të jetë që nivelet e larta mos janë të përgatitura profesionalisht, më mirë se niveli i mesëm. Po thash, është e mundur. Po si është e mundur? Po aty kanë ardhur me ndikime politike. Ata janë dajallarët, janë mixhallarët, janë dashnorët e politikanëve që vinë ato pozita dhe pastaj psa mendon që do të bëhet drejtor për shembull drejtori i një departamenti ose një pozitë tjetër udhëheqëse në një institucion të rëndësishëm, pa pasur do thotë lidhje dhe pa nepotizëm e ndikim politik. Kjo është e pamundur. Andaj edhe te politika do thotë kjo që e përmenda, mos pritni prej politikanëve që ata do të jenë nismëtarët e një zhvillimi, për shkak se ata kanë ardhur aty aksidentalisht. Nuk janë të plotësuar as vetë. Për dieni dhe për përvojën e tyre. Ata janë, do thotë, edhe sa vite do të thotë do të vuaj populli. Po jo, të lutem vetëm të më kuptoj opinionit, të më kuptoj drejt mendimin. Duhet të ketë një presion shoqëror që ne jemi të interesuar të bëjmë strukturave politike që duhet të ndroni qasjen. Ne e dim që ju nuk jeni, do të thotë, ata që do doni të ndroni qasjen. Por ne si shoqëri duhet t'ju shtyjmë juve në këtë drejtim, sepse ne nuk dëshirojmë të jemi, do të thotë, në fund të listave për cilësinë e arsimit. Ne nuk dëshirojmë që fëmijëve tonë dhe rinisë tonë të mos ju ofrojmë asgjë. Ne dëshirojmë që ju ose të punoni drejt, ose të largoni nga aty, të lironi rrugën për njerëz të tjerë. Po aty është krejt problemi që, do thotë, politika ju ka shërbyer si një lloj trampoline në cilën ata kanë kërcyer dhe janë kasavjerur bukur lart. Pastaj ata nuk mund t'i largosh lehtë, sepse ata i kanë lidhjet e forta, kanë krijuar rrënjë të thella, tash kanë marrë edhe kredenciale akademike. Unë çuditem, do thotë, me shoqërinë tonë se sa neglizhente është ndaj këtyre fenomeneve.